Kryeministri premton shndërrimin e kombinatit metalurgjik në qendër kombëtare të teknologjisë së shpejtë dhe garat e Formula 1 në Elbasan. Berisha zgjedh të bëjë pjesë të fushatës statujën e Bufit me të cilin e ironizon Rama. Kreu Demokrat akuzon kryeministrin për mashtrim me integrimin në BE. Bllokohet një sasi e madhe me mish pule me salmonele ardhur nga Brazili, por autoritetet nuk sqarojnë nëse produkti është hedhur në treg për konsum. Mbyllen hetimet për autorin e vrasjes së një punonjësi policie në Fier një vit më parë. I riu është në akuzë për 3 vepra penale dhe rrezikon dënimin maksimal. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot nga Elbasani se ish kombinati metalurgjik do të shndërrohet në një qendër kombëtare për teknologjinë. Duke folur përpara sipërmarrësve, shefi i qeverisë u ndal edhe tek projekti i automotoparkut, i cili do të presë së shpejti garat ndërkombëtare të Formula 1. Metalurgjiku i Elbasanit do të transformohet në një qendër kombëtare për prodhim, logjistik dhe teknologji inovative, duke u kthyer nga një trashëgimi industriale në një hapësirë të gjelbër. Gjatë një takimi me sipërmarrësit e zonës së metalurgjikut, kreu i qeverisë tha se parku ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe do të bashkojë Tiranën me Elbasanin. Këtu territori është i madh dhe ka vend për të imagjinuar shumë gjëra, dhe ideja themelore duhet jetë që ky park duhet jetë një destinacion për të gjithë dhe që do ta bëjë Elbasanin pjesë të metropolit të Shqipërisë në dekadat e ardhshme. Rama ndal edhe te takimi i projektit të automoparkut që sipas tij nuk do të jetë një investim vetëm për Formula 1, por do të shërbejë edhe për sigurinë rrugore. Nuk bëhet fjalë për të bërë një investim të kësaj natyre për një garë. Këtu bëhet fjalë për t'i instaluar ekonomisë shqiptare një motor të ri. Qendrën e vet të gravitetit do të jetë siguria rrugore, dhe ku që nga fëmijët e vegjël deri tek më të rriturit që ngasin një makinë apo duan ngasin një makinë, do duhet t'i referohen kësaj qendre për testimet përkatëse. Projekti detajor për automoparkun u prezantua sot në Elbasan, një kompleks sportiv ndërkombëtar që do të mirëpresë garat më prestigjioze të Formula 1. Me 100.000 spektatorë fizikisht dhe mbi 1 miliard shikues në ekran, duke e kthyer në këtë mënyrë Elbasanin në epiqendrën e re të turizmit sportiv në rajon. Ndryshe nga herët e kaluara, këtë të premte, Sali Berisha zgjodhi të mbajë në tavolinën e tij një statujë Bufi, duke i quajtur atë një simbol të mençurisë. Duke u përgjigjur akuzave të Ramës, lideri demokrat tha se premtimi i tij për antarësim në BE është thjesht një mashtrim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vendosi t'i kundër përgjigjet rivalit politik Edi Rama për secilën prej tezave të fushatës elektorale, duke nisur nga krahasimi me Bufin. Berisha doli në konferencën me gazetarët me një statujë Bufi, duke sjellë në vëmendje se në Greqinë e lashtë, ndryshe nga kuftimi që ka në të folurën e përditshme në Shqipëri, Bufi ishte ai që shoqëronte perëndeshën Athina dhe simbolizonte mençurinë e diturinë. Athina dhe Minerva, dy perëndeshat e njohura, njëra e grekërve, perëndesh e mençurisë, e diturisë, dhe Minerva e romakëve, e njëjtë, të dyja ato nuk zgjodhen asnjë shpend tjetër si simbol të fuqisë tyre mendore, por zgjodhen pikërisht Bufin. Berisha vendosi të markojë kryeministrin Edi Rama edhe për premtimet elektorale, duke nisur nga premtimi kryesor i socialistëve që është futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 5 viteve. Në shkollaj të dalë është mashtrosh qytetarët. Tu thush se ja, shifeni këtë pasaport. Shifeni këtë pa, po kush të pranon në Europë me rrogat ndërmetulta në planet? Kush të pranon në Europë me këte pabarazitë të mërshme? Askush nuk pranon në Europë në këtë mënyrë.
Krahas replikave me rivalin politik Rama dhe programit elektoral, Partia Demokratike po zhvillon betejën për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme, ndaj ajo do të shfrytëzojë seancën dëgjimore që Komiteti i Jashtëm i Parlamentit Evropian do zhvillojë në 8 prill me fokus zgjedhjet e 11 majit për të paraqitur shqetësimet e saj. Koordinatorët Partisë Socialiste në Shkodër janë Enver Bajri dhe Ilir Bajri me 2 tjera. Edhe banda e Plum Gjoks dhe të tjera, udhëzimet dhe mjetet e shantazhit dhe të berjes i marrin tashmë në dobrash. Do bëhen çështje e madhe ndërkombëtare, se këthen po bëhen krahë i armatosëve elektorali e Edi Ramës me firmën Altin Dumanit. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha prezantoi edhe imazhin e ri të Partisë Demokratike në fushatë e sloganin Shqipëria madhështore. Ata që votojnë për Partinë Demokratike dhe Aleancën Shqipëria madhështore votojnë njëshin. De facto janë njësha. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar një sasi të konsiderueshme mishi pule me salmonelë që ka hyrë nga Brazili, por ndërsa thekson se ka dërguar rastin në prokurori, ky institucion nuk jep informacion apo të dhëna të tjera nëse mishi ka mbritur ose jo në treg, apo është bllokuar përpara se të shpërndahej. Një ngarkesë e madhe me mish pule prej disa tonësh është importuar nga Brazili me salmonelë dhe ka hyrë në tregun shqiptar. Autoriteti kombëtar i ushqimit thotë se bëhet fjalë për fileto pule të ngrirë, e cila ka hyrë në Shqipëri përmes portit të Durrësit dhe është bllokuar. Por AKU nuk bën transparencë për publikun dhe konsumatorët, as për sasinë e mishit të pulës që ka bllokuar dhe as nëse ky produkt me salmonel është hedhur në treg për konsum. E paqartë mbetet edhe data kur ngarkesa ka hyrë në portin e Durrësit. I vetmi informacion që jep Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është se analizat janë kryer në datën 21 mars në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare dhe është konfirmuar prania e salmonelës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka ndërmarrë një sër masash të menjëhershme dhe të strukturuara për të adresuar një situatë të identifikuar para disa ditësh gjatë proceseve të kontrollit të produkteve ushqimore të importuara në portin e Durrësit. Referuar analizimit të ISUV në datën 21/3/2025 për pranitë të salmonelës në një mostër produkt pule, fileto e ngrirë e importuar nga Brazili, AKU ka ndërhyrë në mënyrë të koordinuar me strukturat përgjegjëse për gjurmimin, verifikimin dhe bllokimin e produktit në fjalë, si dhe për marrjen e masave administrative dhe ligjore ndaj subjektit përgjegjës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk informon publikun as për subjektin që ka importuar mishin me salmonelë, por deklaron vetëm se rasti është referuar në Prokurorinë e Tiranës për mos respektim të kritereve të gjurmueshmërisë dhe dhënie të informacionit të pasakt. Salmonela është një bakter që kontaminon kryesisht mishin, qumështin dhe vezët dhe më pas personi infektuar mund të ketë dhimbje koke, ethe, dhimbje barku dhe temperaturë. Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur mes ditën e kësaj të premteje në Kamës si pasojë një konflikti të çastit në rrugë. Burimet bëjnë me dije se 2 persona janë konfliktuar me njëri tjetrin pranë një banke të nivelit të dytë dhe njëri prej tyre ka qelluar në ajër, por plumbat kanë kapur Mikel Xhetane, 25 vjeç, i cili ka mbetur i plagosur lehtë në këmbë. Mësohet se i riu ndodhet në spital nën kujdesen e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje në Kamës. Atentati me tritol që u bë 2 motrave Nikolli në Elbasan dhe që shkaktoi 1 të vdekur pohetohet nga Spaku. Së fundmi, agjentët kontrolluan banesën e tyre për të gjetur prova që mund të çojnë në zbulimin e autorit. SPA ka lëshuar urdhër kontrolli për shtëpinë e 2 motrave Giovanna dhe Alda Nikolli, ndaj të cilave verën e kaluar u vendos tritol në derë të shtëpisë. Pasi u shpall kompetente për hetimin e çështjes, Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, këtë të premte është në përpjekje të gjetjes së motiveve të ngjarjes, për të cilën motrat fajsuan drejt për drejt bashkëpunëtorin e drejtësisë Nuredin Dumanin. Alda Nikolli, motra e madhe, sipas burimeve ka pasur edhe një marrëdhënie me këtë të fundit. Ajo dyshon se e dashura aktuale e tij ka dashur të asgjësojë. Ndërsa motra tjetër Giovanna
Është fejuara e një tjetër personazh të botës së krimit që është dënuar nga gjykata e posaçme. Fjala është për Amarildo Nikolin që u vu në pranga pak përpara se të ekzekutonte një person në Vlorë. Pasi mori statusin e të penduarit të drejtësisë, gjykata e dënoi atë përfundimisht me 2 vjet e 9 muaj burg për atentatin e mbetur në tentativë vetëm për akuzën e armbajtjes pa leje. Nga vendosja e tritolit në derën e shtëpisë ku ato banonin me qyran Elbasan, mbeti viktim rastësisht Enea Thomaraj, fëqinji i tyre. Ky i fundit në luftë me jetën u mbajt 3 muaj në reanimacion, pasi nga vala goditëse e tritolit, ju shem dera e shtëpisë së tij duke i rënë në kokë. Fatkeqësisht, 29 vjeçari nuk ja doli dot dhe humbi jetën në spitalin e traumës. Dosja hetimore për vrasjen e një punonjësi të policisë një vit më parë në Fier është mbyllur dhe është gati për gjykim. Autori i krimit përballet me 3 akuza të rënda, ndërkohë që rrezikon dënimin maksimal. Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim autorin e vrasjes së efektivit të forcave shqiponja, Novruz Cenaliaj, në maj të vitit 2024 në qytetin e Fierit. Autori i krimit, Azgan Mërnica, do të përballet në gjyq me akuzat e vrasjes së punonjësve të policisë, mbajtje e prodhim armësh dhe municionesh dhe drejtim mjeti në mënyrë të parregullt. Sipas organit akuzës, mes ditën e 13 maj të vitit të kaluar, Azgan Mërnica ka vrarë me armë zjarri efektivin e policisë, në kohën kur ky i fundit ishte në krye të detyrës dhe mbante veshur uniformën e forcave speciale shqiponja. Konflikti mes viktimës dhe autorit ka nisur për shkak se ky i fundit, teksa drejtonte automjetin e tij, është futur në kthes me shpejtësi pa kontrolluar rrugën, duke përbërë rrezik për qytetarët. Viktima i ka bërë me shenjë të riut për këtë veprim, shkak për të cilin i pandehur i ka ndaluar automjetin e tij, ka zbritur me çantën ku kishte armën e zjarrit. Pas kësaj është afruar dhe ka qelluar drejt fytyrës së efektivit, duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme. Pas krimit, Azgan Mërnica shkoi në banesën e dajës së tij, ku la makinën dhe u largua për t'u fshehur në pyll. Ai u dorëzua vetëm 2 ditë më pas dhe para policisë nuk shfaqi asnjë pendes për ekzekutimin me plumb në kokë të efektivit. Kjo shihet edhe në momentin kur Mërnica futet në makinë duke qeshur dhe i pa shqetësuar për krimin e rënd që kishte kryer, duke i prerë jetën në mes një të riu. Koha e pajisjes së qytetarëve me kartën e identitetit zbret nga 14 në vetëm 3 ditë. Kompania shtetërore Identitek njoftoi se kushdo që do të marrë dokumentin më shpejt duhet të kryejë një pagesë prej 3.000 lekësh. Shërbimi është krijuar për të lehtësuar dhe përshpejtuar procesin e aplikimit, duke ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë nevojë urgjente për dokumentin e tyre të identifikimit. Procedura e përshpejtuar është veçanërisht e dobishme për emigrantët, të cilët qëndrojnë për pak ditë në Shqipëri, si dhe për të gjithë ata që kanë nevojë ta marrin shpejt kartën e tyre të identitetit, qoftë edhe për arsye personale, profesionale apo administrative, sqaron Identitek në njoftimin e saj. Është përkujtuar sot në qytetin e Vlorës 28 vjetori i tragjedisë së Otrantos, ku humbën jetën 83 persona. Edhe këtë 28 mars, familjarë të viktimave vendosën kurora dhe buqeta me lule në varrezat që përkujtojnë këtë ngjarje të rëndë. Ata thanë se megjithse ka kaluar një kohë gjatë, ende nuk është bërë një drejtësi e plot për këtë tragjedi. Natën e 28 marsit të vitit 1997, gjatë udhëtimit për në Itali me anije në 4 i radhës, humbën jetën 83 persona, mes të cilëve kishte gra dhe fëmijë. Ngjarja erdhi pas përplasjes së mjetit lundrues shqiptar me anijen ushtarake italiane Sibila. Certifikimi i zgjedhjeve në Kosovë ka hapur rrugën nisjes procedurave për qeverinë e re atje. Presidenti Vjosa Osmani tha se do të zbatojë afatin kushtetues, ndërsa kryeministri Albin Kurti shmangu komentet.
Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi sot nisjen e procedurave për hapjen e parë drejt formimit të institucioneve të reja në vend. Në një prononcim për mediat, Osmani tha se ka marrë shkresën zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve nga KSZ, të certifikuara një ditë më parë. Për momentin ekipa ime ligjore është duke analizuar se sa mund të ketë nevojë për kohë për përgatitje të kësaj seance në mënyrë që kur thirret seanca edhe të jetë e suksesshme, pra të jetë i suksesshëm konstituimi i kuvendit të Kosovës. Pra gjithçka do të bëhet brenda afatit kushtetues. Për momentin nuk mund t'ju jap një datë sepse dua të jem saktë, mirë por shumë shpejt do ta kemi edhe datën. Edhe kryeministri në detyrë u pyet gjithashtu nga gazetarët se kur do të nisë bisedimet për formimin e qeverisë së re, por nuk pranoi të përgjigjet. Për formimin e qeverisë. Nga ana tjetër, Bedri Hamza, kandidat për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, e cila doli parti e dytë, mbajti një konferencë për mediat lidhur me qëndrimet e kësaj force politike. Në rast se partia e parë nuk arrin mbrana fateve ligjore dhe kushtetuese, unë jam i gatshëm si kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës të marrë përgjegjësitë për krijimin e qeverisë. Jam komunikim me partit opozitare, jam biseda me partit që kemi qenë në opozit, që ne ta krijojmë qeverinë dhe t'i dhojmë institucione vendit. Hamza tha se nuk do të përjashtonte asnjë parti politike apo politikan dhe se është i gatshëm të bisedojë me të gjithë, por se deri më tani ka biseduar vetëm me partitë opozitare. Me partinë e parë, këtë rast lëvizjen vetëvendosje, nuk kemi deri në këtë moment kur farë komunikimi zyrtar. Nuk kemi pranuar ftesë, nuk kemi bërë ftesë sepse ftesa edhe rrova dihet. Që shkon mirë, po realisht për shkak të programeve, për shkak të bindjeve politike, për shkak të koncepteve, është gjithmonë, më thonë, për mu është e preferueshme krijimi i qeverisë me lidhjen demokratike të Kosovës dhe partitë tjera të cilat kanë ulse në kuvendin e Republikës të Kosovës. Se përket çështjes presidentit apo të presidentes, unë jam i bindur që është proces i ndarë. Gjithmonë ka qenë sfiduese zgjedhja e presidentit apo presidentes në Republikën e Kosovës për shkak edhe mënyrës së zgjedhjes, sepse dy rundat e para kërkohen që të jenë 80 vetë prezent dhe është vështirë. Nuk është e pamundur se kaluam ka pas koalicione me 80 vota, po është vështirë me u arrit 80 vota. Megjithatë, asnjëherë në Kosovë vendi nuk ka shku në zgjedhje për shkak të presidentit apo zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Sipas rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar 48 mandate, PDK-ja 24, LDK-ja 20, AAK-ja dhe Nisma 8 dhe lista serbe 9 mandate. Qeveria e re kërkon të paktën 61 mandate. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.